E dini që 90% të foljeve në frëngjisht përfundojnë me mbarisjen era dhe të gjitha e ndjekin rregullin e njëjtë të zgjedhimit. Do ta zgjedhojmë foljen parler. Së pari do t'i shënojmë përembrat vetor: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Pastaj heqim mbarisjen era, morëm vetëm rrënjën, të njëjtën e vendosëm gjitha vetat. Dhe pastaj shtojmë mbarisat e, se, e, on, se, e, ze, e, ne. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Do t'i shohim tre përjashtime të foljeve që përfundojnë me era. Tek foljet që përfundojnë me g era, do t'i shtojmë një e të veta e parë e shumësit nu, për ta ruajtur shqiptimin zh dhe jo g. Krejt kjo vjen si pasojë e rregullit të leximit, që shkronja g, kur pasoj ka një e, i apo y, shqiptohet zh, kur ka një n, shqiptohet një, dhe në gjitha rastet tjera shqiptohet g. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Përjashtimi i dytë janë foljet që përfundojnë me c era. Shkronja c bëhet ç fort tek veta e parë e shumësit nu, për ta ruajtur tingullin s. Krejt kjo si pasojë e rregullit të leximit të shkronjës c, cila kur ka një e, i, y, shqiptohet s, kur ka një h bëhet sh, dhe në gjitha rastet tjera shqiptohet k. Por në rast se nuk e ka e, i, y, por na duhet ta bëjmë s, atëherë e bëjmë ç të fortë. Je commence, tu commences, il, elle commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. Foljet që përfundojnë me y era. Shkronja y bëhet i në të gjitha vetat e tjera përveç vetës nu edhe vu të shumësit. Për shembull, folja nettoyer, je nettoie, tu nettoies, il, elle nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, il, elle nettoie. Përjashtim, folja aller. Është vetëm një folje e cila përfundon me era, por i takon grupit të tretë nga se rrënja ndryshon tërësisht. Je vais, tu vas, il, elle va. Nous allons, vous allez, il, elle vont.